filloj tani direkt me kriptot. Preferuar në jemi. Po, bëjmë jera atë që preferon Irdi dhe pastaj Të shi që të shkak shumë, për që është shumë kripto, ja. Thoya që unë po prisja ndoshta një bearish divergence javën e kaluar, nuk ndodhi dhe do shikosh arsyeën pse. Unë prisja ndoshta një dip deri te zona 95, nuk ndodhi. Ka vazhduar këtë hecurim për lart me bounce që ka bërë te kjo 10 EMA në ndjekje, një herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, paka shumë çmimi mesatar javor, edhe ka vazhduar më lart dhe ka krijuar këtë all time high. Ka qenë hera parë, edhe shkojmë ndoshta te 115 dhe aty do kemi rezistencë shumë të fortë sepse është një overextension, bëhet pak si shumë i bler aseti, edhe pak si të prunë me blerja. Dhe të javori mund bëhet kemi këta faktorët e tjerë, se ka pak ngadalë, nuk e di çfarë ka pasur trading ju sot. Kjo është ajo që ka përshikuar javën e kaluar dhe po vazhdon që të hesi tregun atë drejtim, duke parë javorin që ka hapësirë të mjaftueshme për një hesje. Tani po që dalin lajme pozitive datë 28 e kemi të garantuar që mirë nga tregu çdo gjë për FMOC, Minutes dhe Nvidia. E të rejqë gjithë tregun për lartë, më të shkoj dhe më lartë se sa 115, por konservativ, si jam unë, të tojë që 115 është një zonë që du të ketë një rezistencë, logikisht. Tani, logika, hiqen nga tregu kërkën euforia janë zakonshme, që për momentin nuk kemi atë eufori për mendimin tim. Është thjesht një trend normal, mbas një dipi të javor. Shtu në i gjë këtu ke? Tek javori është ajo hapësira që qytetit e RSI-ja, po dhe formimi një bearish divergence është i mundshëm. Po. Kështu që i tremën pak asaj, por më shumë jam optimist që tregu do vazhdoj prapë për lart. Po. Nuk besoj se do ketë. I bi që po bëri le të me një overextension të çmimi, një rritje më të lartë të çmimit dhe RSI-ja, fuqia relative nuk është aq e fortë. Mund kemi një ulje të tregut të një çmim mesatar të javori, i bi që mund të kthejë ndoshta të tremujorshi, që është 10 EMA ose diçka e tillë të javori. Aty do ishte diçka normale që bën këtë blerje, ulet 15%, 20% dhe pastaj shkon pak për më lart me një riblerje e që e pak më të lira nga investitorët dhe tregtarët. Kjo do ishte logjikshme, por deri tani kemi parë këtë rritje graduale të mirë dhe varet se si do pritet nga tregu. RSI editori vazhdon të jetë shumë i blerë. Ka raste që vazhdon që të bëhet shumë i blerë për një periudhë të gjatë, si puna e 2024 këtu, që vazhdon dhe vazhdon dhe pak më lartë, me këtë zonë shumë e blerë. Por është për të parë se si do gjej ku do gjej rezistencën, kjo është kryesore këtu. Trendi vazhdon për lart, jemi okay. Ethereum tash pak ngadalt të trading nuk e di çam ka, por shpresoj që të shikoni rezistencën këtu që ka qenë një zonë dhe po bëhet ajo double top. Tani double topi zakonisht do të sjellë një ulje pak më thellë, ndoshta tek zona 2100. Kemi dhe mundësinë tjetër që vazhdon kjo për lart, se të kemi dhe një mundësi që mund të vazhdoj këtu për lart, por po bëhet pak si më vështirë duke parë këtë double top të një ditori. Kështu që afat shkurtër, mund kemi këtë dipin deri te zona 2100 për mendimin tim. Me çfarë po shikoj? Se kemi volatilitet te kjo zonë këtu, kemi volatilitet te kjo zona 2700 deri te 2300. Dhe akoma nuk ka marrë drejtimin të regu, mund të jetë zonë konsolidimi me në kuadratit dhe pastaj shtym për lart, ose zonë konsolidimi një dip pak më thellë dhe pastaj blihet me çmime më të arsyeshme këtu poshtë dhe shkojmë për më lart. Unë personalisht jam te ajo mendimi që s'po shikoj të gjitha tani nga e mërkura, po që vazhdon për më lart S&P do të rriqë gjithë tregjet për lart,
edhe Ethereum do jetë aty dhe aty do keni mundësi që të bleni pak më le të themi në këtë dip të blini tani dhe të shkoj për më lart. Për mendimin tim unë këtu do rria larg, për që jeni afat shkurtër, derisa sa dalin lajmet ose një ditë përpara lajmeve të vendoset animi dhe të tregtoni. Kemi këtë bearish divergence të RSI-ja, një lower high të RSI-ja. Këtu nuk është që ka bërë një higher high, ka bërë double top. Po ti Kleo ke diçka për shtu këtu? Ethereum e shikoj çik më të rrezikshme unë personalisht se sa Bitcoin. Ka mundësi rihyrje, më thënë për ata që kanë dalë nga tregu, kanë kapur valën e parë. Do t'ju sugjeroja që shumë kush e ka tregtu Ethereum 1800, ka dalë në tek 2700 për shembull, ka mundësi rihyrje, po është pak më e rrezikshme, sepse është kjo double top te një ditori që do të vinë këtë javë, mund të ketë një rritje tregu ditë të para, pastaj mund të ketë një dip. E shikoj pak më të rrezikshme se Bitcoin, por në Bitcoin mund të rihyja, domethënë të rrezikoja më shumë se në Ethereum. Po në Ethereum na jepet mundësi rihyrje, kështu që të shikojmë. Për mendimin tim, besoj se zona 2K do jetë ajo, domethënë, që mund të krijojë volume më të lartë. Sepse njerëzit që janë optimistë thonë, po mund të bëj dy fishën e parave, po shkoj prap 4.000, edhe ata që janë short, mund të shkoj prap te 1.200, edhe mund të bëj para. Besoj se ajo është zona ku do bësh luftën. Po, dhe atë po presim, ajo ka qenë arsye pse un kam dalë nga Ethereum, sepse prisja që të shkonte te zonë ka treguar fuqi deri tani dhe duke treguar fuqi ndoshta jemi të detyruar që të hyjmë te 2500 që për të shkuar le të themi deri te 3000 ca, po shumë vështirë për të thënë sot, paktën sot, se ndoshta marrim vesh diçka nesër pas nesër që do ta ndajmë te Telegrami. 50/50 e kam unë këtu probabilitetin që mund të shkojë deri te 2000-ja, që tha dhe Irdi që është një zonë më e pëlqyeshme për investitorët, si short dhe long.